Ja zotëria, ja. Ja ku e keni. Ja si pshijet, ja. Ja policia. Ja policia. Ja policia. Ja do të më vrasi, ja. Video ku denoncohet 69-vjeçari Jorgo Hatia, i cili i veshur si grua theu arrestin e shtëpisë, ka për autore bashkëshorten e nipit të tij. Shkaki i gjithë kësaj situate në fshatin Strun të Roskovecit është një konflikt i cili më shumë se veprimet e 69-vjeçarit ka ardhur si pasojë e neglizhencës së strukturave shtetërore, gjë që ka sjellë dhe ngujimin e dy vëllezërve në konflikt. Jorgo Hatia ishte denoncuar disa herë nga strukturat shtetërore nga vëllai i tij Riza Hatia për shkak se kishte ndërtuar një tualet mbi një kanal kullues. Konflikti ka precipituar disa herë në dhunë dhe akuza, ndërsa ata që duhet ta zgjidhnin heshtën derisa sherrri mes vëllezërve mori përmasa të mëdha. Sot bashkia Roskovecit, mas 3 muaj mas izolimit familjes tonë të dy burrave të ingujuar të shtëpisë tonë, vjen bën ekzekutimin e vendimit. Po ta kishte bërë para 3 muaje, ne dy burra sot nuk do ishim në arrest shtëpie. Po të gjithë këta e ka bërë punonjësi i bashkisë Soni Kocaqi. Riza Hatia thot se konflikti me vëllain mbërriti në këtë pikë pasi strukturat shtetërore nuk bën detyrën. Ne kam bërë denoncimin në postën e policisë Roskovecit, mas 3 ditë ka ardhur punonjësi i bashkisë i hipotekës Soni Kocaqi dhe nuk ka vepruar. Ai ka vepruar, po ka vepruar mas 3 muaj. Mas 3 muaj, kur ne jemi penalizuar, kemi marrë arrest shtëpie. Po ta kishte bërë ai qysh ditën e hen, pas 3 ditë që ne bëm denoncimin, ne nuk do të ishim sot të vunim një karvan vojtësh, kemi 1 vit e gjysmë. Nusja e nipit të Jorgo Hatias, i njohur dhe me emrin Mehmet, thot se videoa që tregonte xhaxhain e bashkëshortit të veshur si grua, duke thyer arrestin e shtëpisë, u detyrua ta realizonte sepse donte të mbronte familjen e saj. Nëse njerëzit do ta dinin problemin tim të gjithë deri në fund, si qëndron problemi, besoj se nuk do më quanin spiune. Se tani kur ai fut burrin tim brenda, kur fut vjerin, dhunon vjerën, familjen time do ta penalizoj, si mund ta quaj unë veten spiune kur ta lëm ne të na bëj Jorgo Hatia të na bëj çfarë të doj. Familja Hatia i bën apel strukturave të larta shtetërore të mos neglizhojnë konflikte të tilla, pasi nëse do të ishte ndërhyrë në kohë, situata nuk do të kishte arritur deri në këtë pikë, ku familjet e dy vëllezërve jetojnë mes ngujimit, dhunës dhe kërcënimeve të përditshme.